Përshëndetje miq të shëndetit. Sot jemi zhvendosur në Poliklinikën e Specialiteteve nr. 1 në Tiranë, ku ndodhemi me doktoresh Rovena Liçon, me të cilën do të diskutojmë për sëmundjet e reumatizmale. Doktoresh, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën tonë sot me ne në podcast. Mund na shpjegoni çfarë është reumatizma? Atëherë, sëmundjet reumatizmale përfshin një grup heterogjen sëmundjesh. Të mundoheshim ti përkufizoni me një term të vetëm, me një fjali të vetëm, do të ishte e vështirë, sepse ato kanë veçoritë, karakteristikat e tyre që i dallojnë nga njëra tjetra dhe që na ndihmojnë në diagnostikim. Në një këndvështrim të përgjithshëm, do të thoshim që sëmundjet reumatizmale janë sëmundje ku sistemi imun prodhon përgjigje inflamatore që atakon kyçet, por jo vetëm. Nuk ngelet vetëm në prekjen e aparatit lokomotor, por shkon edhe te kalon këtë prekje, duke prekur aparate të tilla si aparati kardiovaskular, sistemi respirator, sistemi nervor, lëkurën. Në këtë këndvështrim, sëmundjet reumatizmale janë sëmundje sistemike me prekje multiorganore. Në qoftë se do tentonim të gruponim, mund të ndanim në 3 kategori të mëdha. Në grupin e parë përfshihen sëmundjet osteodegenerative, ato që rëndom nga popullata njihen si reumatizëm, janë sëmundjet më të shpeshta, janë sëmundjet në të cilat konsumohen strukturat artikulare për arsye nga më të ndryshmet, mosha, predispozicioni gjenetik, mbipesha dhe në shumicën e rasteve, shenjën prezantuese kanë dhimbjen, që dhimbja është e karakterit mekanik, pra një dhimbje që është e lëvizjes, shoqërohen me vështirësi në lëvizje dhe në stade më të avancuara edhe në kufizim të lëvizjes. Pavarësisht se këto mbartin një barë të lartë socioekonomike, ky është grupi që për mjekët reumatolog është më i thjeshtë për të diagnostikuar dhe për të menaxhuar. Në grupin e dytë futen sëmundjet autoimune, ku në sëmundjet autoimune përfshim sëmundjet që prekin indin lidhor. Indi lidhor është struktura mbështetëse e çdo aparati, organi, sistemi që ne kemi në organizëm. Pra, kudo në trupin ton ka ind lidhor. Këtu janë ato që bëhet fjalë për sëmundjet sistemike me prekje multiorganore, ndonjëherë organe që kanë dhe funksione jetike. Dhe diskutimi, debati shkencor kohët e fundit zhvillohet pikërisht në drejtim të këtyre sëmundjeve. Pavarësisht se është bërë progres i madh në lidhje si me diagnostikimin, por edhe me trajtimin e tyre, përsëri ka element të tyre që akoma janë të paqartë. Në grupin e tretë janë sëmundjet metabolike të kockave. Në sëmundjet metabolike të kockave, më e shpeshta është osteoporoza, që e njohin shumica, në të cilën prishet arkitektura e kockës dhe rritet risku i saj për frakturë. Por janë dhe sëmundje të tjera, siç është sëmundja e paxhet ose osteomalacia. Doktorisht e përmendni që janë një grup sëmundjesh, por cilat janë disa nga simptomat që duhet ta sinjalizojnë dikë, që duhet drejtohet tek mjeku për një kontroll lidhje me... Atëherë, siç thash dhe më përpara, gama e sëmundjeve reumatizmale është shumë e gjerë, që do të thotë dhe prezantimi apo shqetësimet që pacientët manifestojnë varet shumë nga lloji i sëmundjes. Ajo që është vënë re kohët e fundit është që shumë sëmundje i shpëtojnë atij prezantimit klasik. Do të thënë sëmundjet janë bërë më të nxehta. Pra nuk shfaqin simptoma, nuk janë ato tipiket, klasiket që ne presim apo siç janë përshkrimet në për libra. Kanë filluar, do të thënë, që me shenja më atipike, më pak klasike. Por sigurisht, shqetësimi kryesor që i sjell pacientët për të kërkuar vëmendjen mjekësore është dhimbja. Analizimi i dhimbjes, karakteristikat e saj, mënyra se si shfaqet, me çfarë lidhet, na ndihmon sigurisht për të kanalizuar drejt diagnozës së duhur. Dhimbja është një këmbane alarmi që diçka në organizëm nuk funksionon siç duhet. Por nga ana tjetër dhimbja është një eksperiencë subjektive. Do të thënë, pavarësisht se mbart
domethënë është e vështirë dhe e vuan pacienti, ne nuk arrim dot ta masim, ta shohim, ta prekim. Nëse për probleme të tjera shëndetësore, ne kemi të dhëna laboratorike që na ndihmojnë për t'i kuantifikuar, për dhimbjen kjo nuk është e realizueshme. Në këtë kuptim ne mund të themi që dhimbja thret, por është me mece. Dhe në këtë kuptim dhimbja është e diskriminuar. Pavarësisht kësaj ne kemi bërë plotësor pafund për të arritur që të kuptojmë dhimbjen, të shkallëzojmë dhimbjen, që të na ndihmojnë për të kuptuar realisht ku qëndron dhimbja në pacientin që e vuan. Po në Shqipëri si paraqiten situata me reumatizmin, kush janë kategoritë më të predispozuar për ta zhvilluar? Atëherë, sipas sëmundjeve, edhe këtu përsëri është e njëjta. Sipas sëmundjeve ndahen dhe kategoritë. Për atë që njihet si reumatizma e rëndom nga popullata, rrugmosha më e rrezikuar është 40 deri në 70-10 vjeç. Dhe për sëmundjet e konsumimit, e degenerimit të strukturave artikulare. Për sëmundjet autoimune, pra për grupin e dytë, mosha është më e re. Për sëmundjet e grupit të tretë, mosha fillon në sidomos të gratë pas menopauzës, ndërkohë pra mosha nuk është ai determinuesi për sëmundjet reumatizmale, sepse ato kanë një gamë shumë të gjerë dhe sipas gamës është edhe grup mosha që preket më shumë. Po, nëse mund të shtoj diçka këtu. Në lidhje me menopauzën, si lidhet kjo me shëndetin e kockave? Ka ndonjë shpjegim? Po, gratë në menopauzë janë më të rrezikuara për të zhvilluar osteoporozë. Si rezultat të ndryshimeve hormonale që kanë ndikim edhe në kocka, ato janë më të rrezikuara për të zhvilluar osteoporozën dhe ne prandaj kemi programe depistuese për këtë kategori popullate. Doktoresha, reumatizmin tashmë po e shohim edhe tek moshat e reja. Çfarë u shkakton kjo? Atëherë, është vërtet që incidenca e sëmundjeve reumatizmale është vërtetur në rritje dhe në moshat e reja. Kjo mund të vijë për shumë faktorë. Një nga faktorët mund të jetë fakti që diagnostikohen më herët. Dhe kjo për dy arsye, domethënë edhe sepse moshat e reja kanë filluar të ndërgjegjësohen dhe vinë më herët për të kërkuar vëmendje mjekësore, por edhe nga ana e mjekut është rritur vigjilenca dhe nëse shqetësimet që më përpara mund edhe të mos merreshin seriozisht apo të neglizhoheshin, tani hulumtohen më shumë dhe investigohen më tepër. Nga ana tjetër, metodat diagnostikuese janë sofistikuar dhe nëse më përpara ne kishim sëmundje që nuk arrinim dot t'ju vendosnim një emër, tani ju vendoset diagnoza shumë herë më shpejt. Ky mund të jetë një nga faktorët. Faktorët të tjerë që mund të kenë ndikuar është edhe pjesa e jetës moderne, domethënë bota në të cilën ne jetojmë. Ne përdit jemi të ekspozuar ndaj kërcënuesve ambiental. Ne përdit qëndrojmë këtu ulur. Edhe jeta sedentare, por edhe pjesa e kërcënuesve, faktorëve mjedisor, le të themi, domethënë ambienti me kimikatet e veta. Nga ana tjetër, përdorimi pafund që në mëngjes çohemi, lajmduart, shampot, kremrat, parfumrat, të gjitha këto mund të shërbejnë si stimuj për të nxitur sistemin imun. Nuk janë shkaktarët, por në një person të predispozuar gjenetikisht është shumë stimuj në mënyrë konstante, në mënyrë të vazhdueshme, mund të provokojnë, mund të jenë si nxitës të sistemit imun për të hiperreaguar, për të hiperstimuluar. Tjetër është sigurisht është edhe jeta sedentare, mungesa e aktivitetit fizik. Aktiviteti fizik është shumë i rëndësishëm për individin sepse nëpërmjet tij ruhet mobiliteti i artikulacioneve, zbutet ngurtësimi i kyçeve të ndryshme, por nga ana tjetër edhe ul nivelin e stresit. Domethënë gjatë aktivitetit fizik çlirohen hormone të cilat ulin inflamacionin kronik, atë inflamacionin që ne quajmë të vogël,
por që është në mënyrë konstante dhe të vazhdueshme, mjafton për të nxitur sistemin imun që të hiperreagojë. Sa aktivitet fizike rekomandohet tek pacientët? Ndoshta ndryshon edhe me grup moshe kjo. Kam ndryshuar qasja ndaj pjesës së rekomandimit të aktivitetit fizik. Në shumicën pothuajse në të gjitha smundjet reumatizmale nuk rekomandohet më që të mos kryhet aktivitet fizik. Sigurisht në periudha që ato mund të jenë të acaruara rekomandohet pushimi, por për pjesën tjetër ne i mëshojmë fort faktit që duhet aktivitet fizik. Po ushqimi luan ndonjë rol? Atëherë, ta themi që në fillim që ushqimi nuk është trajtim për smundjet reumatizmale. Ushqimi nuk bën magji. Të shpjegojmë, të kuptojmë, domethënë, smundjet autoimune janë të tilla ku sistemi imun, ta konsiderojmë sistemin imun si një stacion zjarfikseje. Qëllimi dhe domethënë synimi i këtij sistemi është që të fikë zjarrat. Okej? Ndotësit ambiental, kimikatet e ndryshme, dieta, të gjitha domethënë këto faktorët le të themi të modifikueshëm të jetës moderne, shërbejnë si një tymnaj që tërkohës çojnë sinjal në këtë stacion zjarfikseje. Dhe në qoftë se qëllimi ka qenë që të shuaj zjarrin, në momentin kur vazhdon stimulohet në mënyrë të vazhdueshme, mund të përmbysi qytetin që duhet të mbrojë apo shtëpinë që duhet të mbrojë. Ky është sistemi imun i mbi aktivizuar. Ju e përmendet pak më parë që ka shumë pasoja në shëndet, po mund të na zgjeroni pak më gjerë se çfarë pasojash sjell në shëndet kur lihen pa trajtuar sëmundjet reumatizmale? Si në çdo sëmundje, si në çdo domethënë specialitet tjetër, edhe në sëmundjet reumatizmale vlen i njëjti parim. Domethënë parimi i kohës. Koha e duhur është çelësi i suksesit. Le të themi që për shumë sëmundje, ose pothuajse për gati të gjitha sëmundjet, zhvillohen në 2 etapa. Etapa ku dëmtimet janë të rikthyeshme dhe etapa ku dëmtimet janë të parrikthyeshme. Nëse ne ndërhyjmë në etapën e parë, shanset për sukses janë të larta. Çfarëdo gjëje që të bëjmë në etapën e dytë, shanset për sukses janë të diskutueshme. Pra, ka një shprehje në latinisht: tempus rectum, terapia recta, trajtimi i duhur në kohën e duhur. Pra, sa më herët të ndërhyet, sa më herët të vendoset diagnoza, aq më e sigurt është edhe efikasiteti ndaj trajtimit. Domethënë, të gjithë duhet ta kuptojnë që nuk ka kuptim që sëmundjet reumatizmale të ngelen të padiagnostikuara apo të patrajtuara. Pikërisht për këtë. Për të shëruar shërohen apo ka nevojë që gjatë gjithë jetës të ndjekin trajtim mjekësor? Shërimi është fjala më e bukur për një mjek, dhe që lutet që ta thoj çdo ditë. Dhe fjala më e lumtur për atë që e dëgjon, që është pacienti, por kjo nuk është gjithmonë e mundur. Kur ne flasim për smundje reumatizmale, ne flasim për smundje kronike. Ne kemi arritur aty që smundjet reumatizmale të jenë të trajtueshme dhe pacientët që i vuajnë të bëjnë një jetë krejt normale. Pra, janë të trajtueshme, janë të menaxhueshme, por nuk janë të shërueshme. Po në momentin që kapet edhe fazat e hershme? Shumica që ta menaxhosh me një dietë dhe një aktivitet fizik. Atëherë të bjerë ky kjo si mendësi nuk është e mundur për sëmundjet për cilat po flasim, për sëmundjet ku hyn në lojë sistemi imun, ato janë sëmundje kronike. Që do të thotë trajtimi është një rrugëtim, nuk është një rrugë e vetme. Është një rrugëtim ku aleati më i mirë për pacientin është gjithmonë mjeku. Kjo nuk do të thotë që pacienti nuk do të bëjë një jetë normale. Nëpërmjet trajtimit mund të bëjë një jetë normale pa shmangur asgjë nga çfarë bënte më përpara. Por duhet të kapet herët
dhe të trajtohet herët. E qartë. Po ju në praktikën tuaj të përditshme, çfarë gabimesh më të zakonshme shikoni që bëjnë pacientët? Gabimet është pikërisht në çështje mendësie, duke qenë se janë në efektin e gjykimeve familjare, shoqërore, mendojnë se reumatizma prek vetëm kyçet, që nuk është e vërtet. Mendojnë se sëmundjet reumatike do marrë këtë mjekimin këtë radhë dhe mbyllet me kaq. Nuk arrin dot të pranojnë dhe të kuptojnë që duan trajtim, ndjekje të vazhdueshme. Sigurisht në një moment të caktuar të sëmundjes mund të ulen ilaçet që do merren, mund të ulen dozat, mund të ndryshohen, mund të kalohet në terapi të tjera, por duhet të kuptojnë që observimi do të jetë i vazhdueshëm, vigjilenca duhet të jetë e vazhdueshme. Është vështirësi shumë e madhe dhe mundësi shumë e vështirë për të thyer. Po, është e vërtet. Dhe gjithmonë duhet ndjekim këshillat e mjekëve, sepse ata vërtet e kanë. Doktoresha, po tek cila gjinje juve shihni më shumë sëmundjet reumatizmale, tek meshkujt apo tek femrat? Femrat, sidomos në sëmundjet reumatizmale, janë më të predispozuara për të zhvilluar për shumë faktorë. Faktori hormonal është ai kryesori. Estrogeni është një hormon i cili është i shprehur te femrat dhe nivelet e tij lidhen edhe me modifikimet që i bëhen përgjigjes inflamatore. Kështu që për një nga arsyet pse shihen më shpesh është edhe pikërisht faktori hormonal. Faktor tjetër është prania e 2 kromozomeve X. Gjenet, shumica e gjeneve përgjegjës për përgjigjen imune janë të vendosur mbi kromozomin X. Fakti që femrat kanë 2 kromozome X i bën ato me një diversitet imun më të lartë se sa meshkujt. Dhe faktor tjetër është edhe faktori evolucionar. Femrat kanë përgjigja imune, domethënë sistemi imun nuk është armiku ynë, është ai që na mbron. Problemi çfarë ndodh në sëmundjet autoimune është që ngatrohet ajo që është vete nga ajo që nuk është. Pra, gabimisht sistemi imun fillon të atakojë strukturat të vetë organizmit. Dhe në term evolucionar, femrat janë më të forta imunologjikisht, sepse duhet të rrisnin, të kenë një shtatzani, të rrisnin fëmijët, dhe për këtë arsye duhet t'i kalon më shpejt infeksionet, por nga ana tjetër, ky sistem imun kaq i fuqishëm ka dhe shanset që të krijojë një terren shumë të favorshëm për të zhvilluar sëmundje autoimune. Doktoresha, ne shpesh shohim në televizion, në rrjetet sociale që promovohen medikamente për shërimin e osteoporozës, ilaçe. A janë këta të rekomandueshme nga ana juaj si profesioniste? Çfarë reklamohen gjërësisht nëpër media dhe nëpër televizione janë suplemente. Dhe unë dua të ngre zërin me të lartë, ky është qëndrimi im dhe gjykimi im si mjeke, që sëmundjet reumatizmale nuk trajtohen në suplemente. Sigurisht mund të krijojnë një terren të përshtatshëm për të ndihmuar trajtimin medikamentos, por të flitet, të diskutohet që efekti i tyre është çuditbërës apo magjik është e papranueshme. Domethënë, edhe tani që flasim, dikush është duke studiuar sëmundjet dhe trajtimin medikamentos të këtyre sëmundjeve që për ne janë sfidë, të mendosh që një suplement apo një ushqim apo një çaj të bëj efekt apo një mjekim alternativ të bëj efekte, kjo është plotësisht e gabuar dhe infantile. Doktoresha, ne kemi një rubrikë, mit apo e vërtet. Pyetja e parë është, a lidhet ndryshimi i motit me sëmundjet reumatizmale? Shumica e pacientëve që vijnë këtu thonë unë jam si barometër. Të vërtetuar plotësisht lidhjen, domethënë, e ndryshimeve atmosferike me përkeqësimin apo shfaqjen e sëmundjeve e reumatizmale nuk ka. Por një bazë të vërtetë qëndron. Kur përpara shiut, presioni atmosferik bie. Ndërkohë që kyçet janë të veshura dhe të mbështjellura me një kapsul. Dhe çdo gjë është në balancë midis
mjedisit të jashtëm dhe mjedisit të brendshëm. Kur presioni atmosferik ulet, presioni intrakapsular rritet brenda artikulacionit. Ky tensionon kapsulën, e cila ka receptor, mekanoreceptor dhe receptor të dhimbjes, dhe këto receptor nxisin qendrat e dhimbjes. Në pacientët që i vuajnë nga sëmundja reumatizmale, ku strukturat artikulare janë tashmë të dëmtuara, sigurisht që do ndihet më shumë si efekt. Prandaj shumica thonë që unë ndjej shiun përpara se të bjerë. A shkakton reumatizmat temperaturë? Po, ka shumë sëmundje reumatizmale që mund të shfaqen me një gjendje febrile ose subfebrile. Kjo për shkak se në lojë vihet sistemi imun që prodhon përgjigje inflamatore që shliron citokina, të cilat ndikojnë në shfaqjen e temperaturës. Kjo është plotësisht e vërtetë që ka sëmundje reumatizmale që shojnë, domethënë prezantuese mund të kenë edhe një gjendje febrile ose subfebrile për një kohë të gjatë, pa asnjë shkak tjetër. Domethënë që nuk e shpjegon dot me një gjendje virale apo me një gjendje infektive. Ujërat termale ndihmojnë në trajtimin e reumatizmës? Ujërat termal janë të njohur sa vetë, domethënë ka qenë nga trajtimet e para për sëmundjet reumatizmale. Por çdo gjë varet nga stadi ku ndodhet sëmundja reumatizmale. Ujërat termal, si për faktin që konsiderohen si hidroterapi dhe ruajnë lëvizshmërinë e muskujve, por edhe për efektin që kanë mineralet që ato përmbajnë për të ulur inflamacionin, për të nxitur qarkullimin e gjakut, janë përfitues pacientët të cilët shkojnë për ujëra termal, por gjithmonë në kohën e duhur. Po kur është kjo periudha që sëmundja sa ka avancuar që nuk lejohet? Në periudat kur gjendja është e acaruar, kur kemi kyçet e janë momente. Po, kur kyçet janë të enjtura, të inflamuara, nuk është mirë që domethënë është mirë të trajtohet, të jetë në atë gjendjen e remisionit dhe pastaj patjetër që mund të shkohet edhe në ujëra termal. Por ora e nxehtë e plazhit që i mbulojnë këmbët me rër. Domethënë këtu me të madhe dhe ulërisja që jo. Është një jo e madhe. Jo, një jo e madhe, nuk ka asnjë përfitim. Rëra ka përfitimet e mirëqenies. Domethënë që të kaq, po jo asnjë gjë më shumë se kaq. Okej. Nëse je ekspozuar gjatë fëmijërisë ose gjatë rinisë tënde ndaj ujit, rrezikon që në të ardhmen të zhvillosh sëmundje reumatizmale? Lagështira. Po, lagështira që ti... Ja, është një mit që nuk di ta shpjegoj, domethënë. Është mit, domethënë ujë që... Jo. Okej. Jo, nuk ka lidhje me pjesën e Doktoresha, jemi në fund të intervistës dhe unë do doja nga ju një këshill për pacientët që vuajnë nga sëmundjet reumatizmale, si të kujdesen dhe ata të tjerë që nuk janë prekur akoma, si të mos ekspozohen ndaj këtyre. Unë do të rekomandoja që asnjëherë të mos injorohen shenjat. Trupi ka gjuhën e vet, që më mirë se ai që është brenda trupit vet nuk e kupton askush tjetër. Të mos neglizhojnë. Është më mirë të bëhet diçka se sa të heshtet. Nuk paragjykohet ai që kërkon ndihmë, paragjykohet ai që nuk jep ndihmë. Kështu që varën le t'ia lënë mjekut në qoftë se nuk dëgjohen siç duhet, por ama të kërkojnë vëmendjen mjekësore. Sepse në këtë, siç u tha më përpara, diagnostikimi i hershëm shkon paralel me trajtimin e hershëm dhe shkon paralel me një sukses të trajtimit dhe me një jetë pothuajse normale të një pacienti që vuan sëmundje reumatizmale. Sëmundjet reumatizmale po u trajtuan në kohën e duhur, individi mund të bëjë jetë krejt normale pa u cënuar në çdo gjë. Kaq. Okej, shumë doktoresha, shumë kënaqësi. Faleminderit dhe ju që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Faleminderit.